Përshëndetje miq, mirë se shimin edhe një herë së bashku tashmë, por tashmë jam me dy zonjusha, zonja të mrekullueshme, dy vajza të mrekullueshme, nuk kam se kaloj në vërë. Ines Sulej dhe Jonida Xherri. Mirë se erdhët në studio, por pikë së pari, do të them që jeni këtu sot sepse vini nga zemra e Zadrimës, nga Kukli, nga vendi ku një nga kolosët e gjuhës shqipe, siç është Nremjeda, thuri ëndrrën e jetës. Por ju e keni gjetë një mënyrë për me sjell ëndrrën e jetës, me ndërthur me bashkohoren në festivalin e parë, më duket, të sjell në Kukël. Ines organizatorja, di që edhe kurator, përshëndesim edhe kuratorin Andi Tepelina. Tepelena. Por Jonida do të prezantohet pak më pas me prurjen e saj, por mjafton pamja e saj për me kuptuar që ka sjell diçka mjaft interesante. Ines, si lindi ky festival dhe pse lindi, gjithsesi? Në fakt vetëm një përshkrim shumë të shkurtër. Unë kam qenë duke studiuar figurën e mjedis për shumë vite, edhe kur flisni me Andin, kur takoheshim edhe për projekte të tjera, dhe Andi duhet bëjmë patjetër diçka për mjedën. Është një vend i mrekullueshëm, nuk e kishte vizituar ende, dhe kështu nisëm në gjatë tetorit-nëntor 2024, morëm një iniciativë që e titulluam Një çati për kulturën. Le t'i japim kulturës një hapësirë ku njerëzit mund të mblidhen bashkë. Komuniteti i Kuklit, i Vaudejës, gjithë fshatrave përreth të jetë bashkë. Ja dolëm deri diku dhe donim ta vazhdonim më tej. Donim në një farë mënyrë që njerëzit ta njihnin më shumë, jo vetëm figurën e mjedës, por edhe hapësirën ku ai jetoi edhe punoi për 30 vite. Aty ku ai shkroi ëndrrën e jetës, në atë godin ku dhe disa nga veprat e artistëve janë të ekspozuar. Kur ishte me hin më një herë, se mendoj pak edhe për kurëshin e publikut që njeh në emisionin Pena e Shkodrës. Pse zgjodhet pikërisht këto zona, patjetër që ato kanë mbartin historinë brenda vetit. Por jemi mësu duke pa festivale në përqendra të qyteteve, Tiranë, Shkodër, Korçë, etj me radhë, Gjirokastër etj me radhë. Janë zona disi më ndryshe, disi më nçoshe, disi më të pa eksploruar më përpara. A mos ndoshta është edhe kjo pak qëllimi që të eksplorohet, dalin pa ato pjesë të tyre të mbrojtura, ai lashësia që ato mbartin me vete dhe sjellin pastaj edhe për publikun e gjanë. Që nganjëherë nuk e merr atë iniciativën për me shku me vizitu muze të tilla. Po, patjetër. Në radhë të parë ne donim që njerëzit ta njihnin mjedën aty ku mjeda jetoi, aty ku mjeda e ktheu atë zonë moçalore në një zonë të jetueshme dhe bëri plot për komunitetin. U mor me bujqësi, u mor me pjesën e arkitekturës, i ndihmoi zakonisht shumë komunitetin, kështu që ku më mirë se sa aty ku ai jetoi dhe deri diku ajo zonë është e braktisur, të rikthenim vëmendjen. Edhe pastaj e dyta është që peizazhi aty është shumë i bukur. Ai ka ditur, mjeda ka ditur çfarë ka zgjedhur, edhe të gjithë, siç edhe ju thatë, fokusohemi në qendër, ndërkohë që i lëm mbrapa këto zona deri diku edhe të pajetueshme për shkak të faciliteteve që nuk ofrohen aty. Gjithsesi rruga ishte mjaft e mirë deri në vendin deri tek muzeu, unë isha mram pjesë e festivalit, edhe shijova realisht, por ideja e festivalit ishte një gjë e mrekullueshme. Unë të paktën kam marrë me një përshtypje të jashtëzakonshme, por përveç kësaj mbart me vetë emocionet pafundme, edhe qetësinë, pata mundësinë me shiju sikur ne vizitojmë vendet e huaja, po është shumë më bukur me vizitu vendin tënd, vendet që nuk i ke eksploruar më përpara. Jonida vjen nga Sicilia, një vajzë dursake por që vjen nga Sicilia, dhe sjell artin e saj me vete, por artin e saj do ta shpjegosh ti pa diskutim, se si je pjesë e festivalit dhe çfarë ke sjell për festivalin. Atëherë, përshëndetje, faleminderit që na mikpritët sot këtu. Faleminderit gjithë zonës që na mikpriti me këtë projekt këto ditë. Unë s'kisha qenë asnjëherë në këtë zonë të Shqipërisë dhe për mua kjo ishte edhe një mundësi që të vija dhe jam me të vërtetë shumë e lumtur për gjithçka që kam përjetuar këto ditë. Atëherë, unë jam nga Durrësi, jetoj në Itali për 18 vitesh dhe vitet e fundit, siç ndodh shumë personave, të vjen ajo dëshira për të rikthyer gjithmonë më shumë. Dhe po,
Atëherë unë punoj shumë mbi temën e imigrimit, mbi tema sociale, mbi gjithçka që i përket njerëzve. Dhe prandaj vitet e fundit gati 10 vjet punoj shumë me tapetin si motiv gërshetimi, që kështu nuk është që bëj tapetet tradicionale me, domethënë nuk i di teknikat e tapeteve. Unë du me thënë një detaj, në Shkodër të paktën mu më ngjante me shilten që ne kena të tonën, tipikët tonën. Janë në Shkodër përdoren shiltet, janë ashtu ajo fija si tire, nuk e di, ato fijet edhe që bëhen si gërsheta, edhe ndërtohen të shtrojet, kështu dhe kena thënë dikur shilte. Por ndoshta afërsisht vinte me te, sepse ajo juja, mënyra juj e cjallën i saj ishte krejtësisht ndryshe. Prandaj na shpjegoj më thellë. Atëherë sigurisht gërshetimi është një teknikë që është përdorur gjithmonë nga të gjithë vendet e botës dhe kjo ishte edhe ideja. Në radhë të parë një mënyrë pune ku unë ftoj persona të marrin pjesë dhe që t'jetë thjesht marrja pjesë, domethënë, dhe teknika e thjeshtë gërshetave siç janë këto që un kam, është një mënyrë për t'i afruar personat që t'jenë pjesë e punës. Atëherë për mua është shumë e rëndësishme që kur bëj një projekt, kudo që shkoj të ftoj personat e zonës që të marrin pjesë, sepse në këtë rast ishte atëherë titulli i projektit që kam sjellur është ndërthurje ëndrash dhe janë 3 instalacione. Është një instalacion nga të tre është i vetmi instalacion të cilin e kam punuar të gjithin unë dhe është një rryp tapeti 45 cm me 17 metra. Është i gjithi punuar me riga, unë mundoj të përdor sa më shumë materialin e riciklit, por sigurisht her mas here janë dhe disa materiale të tjera që duhen për punën, që nuk janë të ricikluara, dhe në këtë rast është punuar alfabeti shqiptar, të cilin e kam sjellur 2 herë, e bërë me grep, me fije të verdhë dhe floriri. Dhe kjo është ajo punë që ishte një dëshirë imja që të dhuroja një pjesë dhe në muze. Atëherë mendoj gjithmonë që është e rëndësishme që kur ndjen diçka të lesh diçka, domethënë të lëm gjurmë pas vetës. Dhe prandaj ky, duke qenë që alfabeti është i vendosur 2 herë, do të prehet për gjysmë dhe një gjysmë do të ngeli aty dhurat muzeut dhe gjysmën që do ta rimar. Një jashtëzakonshëm, tepër e veçantë dhe tepër e bukur. Faleminderit. Pjesa tjetër e instalacionit ishte një tyl i madh ku ishte qëndisur edhe vargje të ëndrës së jetës, mesazhi. Ëndëro dashuro, ishte poezia që zgjodha. Ka brenda disa fraze që nuk kanë kohë, janë disa fraze që do t'i kemi gjithmonë, kanë qenë në të kaluarin, në të tashmen dhe në të ardhmen. Dhe në ato fraze është sikur gjen dhe domethënë një për çfarë do lloj aspekti të jetës, sikur gjen një mesazh të bukur për të dhënë. Dhe në atë rast e kam qëndisur të gjithë, po me fije floriri të punuar me grep, është në 12 metra, 1,50 me 12 metra. Dhe te ky ftova personat, sepse në këto ditë para festivalit kam bërë punëtori dhe me personat e zonës. Ka qenë shumë e bukur pjesëmarrja dhe i falenderoj shumë të gjithë personat që kanë marrë pjesë. Zonë Skuklit aty rrotur. Atëherë kanë ardhur si banorët e zonës Skuklit, kanë ardhur nga Barbullushi, ka ardhur shkolla, drejtoresha me disa mësues dhe me disa studenta, dhe kanë qenë dhe falenderit atyre që kanë organizuar dhe shumë persona në Kukël. Dhe nga Vaudejës ka ardhur Samela që punon në Bashkinë e Vaudejës dhe gratë e shoqatës artizanëve. Domethënë ka qenë një ndërthurje, tamam, ndërthurje mes njerëzve, që është zemra e projektit, është shpirti i projektit. Instalacioni i tretë pastaj është janë të shkruara fjalë që janë ëndrat e personave. Atëherë unë këtë fillova të shkruaja ëndrat e para që kur isha në Siçili. Ftova komunitetin shqiptar dhe komunitetin siçilian që të bënin një takim bashk dhe aty folëm dhe për ëndrën dhe i shpjegova që ëndrat e tyre do shkojnë të ekspozohen në këtë festival për Ndremjedën dhe ëndrat e para ishin të tyre. Pastaj e vazhdova dhe me ëndrat e tjera dhe jam akoma duke qëndisur disa ëndra, akoma s'kam arritur t'i shkruaj të gjitha këtë ditë, që kështu nëse doni të thoni një ëndër që ta vejmë aty do të jetë bukur. Instalacioni ka me pas një kohë zgjatje shumë të madhe, sepse ëndrat nuk kanë fund asnjëherë. Atëherë ajo që them që në momentin që ne mendojmë diçka është ajo ëndra jon personale, por gjë që vërtetohet gjithmonë për workshopet që kam bërë, që në momentin që e shkruajmë në një copë letre dhe ja tregojmë të tjerëve, kuptojmë që është një ëndër kolektive, sepse ëndrat, për shembull, fjalët që janë shkruar është fjala paqe, është fjala dashuri, respekt, kurajo, familje, janë të gjitha fjalë që na, dhe sigurisht është edhe një fjalë të cilën unë që para se të nisja doja që t'ja
dedikoja qendrës së imigrimit që ndodhet këtu afër dhe jam e lumtur që kjo fjalë lindi këtu në zonë, fjala empati, sepse në këtë rast do doja që të mendonim dhe për ato persona që janë të mbyllur aty dhe që kanë gjithsesi në një moment ëndrrën e tyre të thyer. Domethënë është e rëndësishme që të kemi të gjithë mundësinë për të ndëruar, po dhe mundësinë për të luftuar për të realizuar ëndrat tona, duke respektuar të gjithë ato që janë rreth e qark nesh. Është një fjalë shumë e gjetur, sepse duhet shumë shpesh nga njëherë me vu vetin vallin e dikujt tjetër. Edhe me pa se sa kuptohen dhe se sa e kuptojmë edhe lëkurën e atij tjetrit, ti je në lëkurën e atij tjetrit. Ines, unë jam kurioze sa artisti mblodhi ky festival. Edhe për i cilave vende kryesisht më së shumti. Festivali ka mbledhur në total diku 20 artistë. Artistët janë nga zona e Shkodrës, patjetër Lezhë, Tirana, nga Italia, kemi Jonidën nga Jonida Xheri nga Sicilia dhe 2 artiste të tjera performuese, Ornella D'Agostini dhe Giulia Canas. Gjithashtu kemi pasur edhe support nga artistë shqiptarë që ndodhen në Amerikë dhe në Belgjik, pasi festivalit kajton me gjume të ndryshme arti. Nuk kemi vetëm pjesën e pikturës, kemi instalacione tingullore, hapësinore, kemi instalacione audio, muzikë që kemi ndërthurur folklorin me muzikën moderne, kështu që të gjithë nga pak. Çka do përmbaj sot nata e dytë, sepse nata e parë pak a shumë në ndoqa, jo mbase deri në fund jo, por ishte shumë e veçantë. Po sot do të ketë një ndryshim me natën e dytë, do të ketë diçka tjetër ndryshe. Programi nga dje sot do jetë ndryshe. Do kemi 2 performanca nga artistet italiane që vinë nga Sicilia, siç përmenda. Performancë me muzikë? Po, performancë të cilat edhe do ketë lëvizje të grupi. Po thosë edhe dance, domethënë në moment. Po, dance. E kuptoj. Ekspozita do qëndroj e hapur, njerëzit do kenë mundësi ta vizitojnë, artistët do jenë aty për të shpjeguar punët e tyre, pavarësisht se ne kemi vënë disa materiale që ata mund të eksplorojnë më shumë për artistin, biografinë e tyre, por edhe çfarë përmban vepra. Instalacionet e Jonidës do jenë dhe edhe sot pjesë pa diskutojmë. Kur do pritet rrugica gjatë që do ndahet për gjys apo sonte? Atëherë direkt mbas mbarimit të festivalit do të ndahet për gjys, mund të jetë edhe sonte gjatë orarit të mbylljes, mund ta bëjmë diçka në atë moment. Nuk e kishim organizuar në fakt dhe prandaj është shumë e rëndësishme komunikimi dhe shkëmbimi. Ja, pyetja juaj na dha një ide tjetër sot. Ta bëjmë atë prerjen në moment të gjithë bashkë. Bëjmë shirita të kush por edhe ndarja e një copse arti, edhe me lanë një pjesë të artit këtu, edhe një pjesë që e merr me vete, për mua shumë e rëndësishme si hapja, po edhe mbyllja nganjëherë, se nuk është thjesht mbyllje, është një gjurmë, siç thotë një gjurmë. Dhe një gjurmë e këtij festivali do të mbeste tashmë në muzeun e Ndërmjetës. Do të kena një pjesë të dytë të festivalit, domethënë patjetër, derisa themi që është e para, do të ketë round tjetër. Me shpresën që po, një edicion edhe pak më të madh, që na lë hapësirë të përfshijmë edhe më shumë individ edhe mbase të shtrihet edhe në një hardcore pak më të gjatë se sa 2 ditë. Unë mendoj që po, sepse të lënë shumë ndërmjetat keq ka me zbulu, keq ka me sjell për ti, edhe nga fusha e letërsisë, ndoshta do të ishte hulumtuar edhe më tepër me interpretime të vargjeve në një moment të tillë. Po, patjetër, ne kemi bërë një aktivitet përpara pak kohësh, jo kaq të madh sa festivali, ku kemi ftuar kërkues, por gjithashtu edhe aktor të vinë të interpretojnë vargjet e tij. Ishte një mbledhje intime, vogël, jo shumë e madhe, por me shpresën që këto gjëra do përsëriten dhe ditët e Mjedës do jenë të përvitshme. Por e mori formën që tash ditët e Mjedës. Në fakt të e ka filluar Dominiku Gjini para ne përshëndesim shumë vitesh, po patjetër, nuk është kjo nuk është ideja jon, por mbas vlen për të përmendur që aktivitete tjera do ketë. Domethënë festivali përfundon, mbase vera nuk është momenti i duhur se njerëzit do shpërndahen me pushime, por me shpresën që në shtator ne do vazhdojmë aktivitetet në Qendrën Muzeore Mjeda. Kjo do të jetë gjë e bukur. Vera është momenti i duhur për njerëzit që mbase vinë edhe për refugjatët që vinë, emigrantët që vinë, por edhe pse jo edhe për turistët që të zbulojnë këtë muze që është shumë i veçantë, realisht ta vizitojnë edhe të shohin vlerat që sjellin përmes që përcjell
sjell ky vend dhe sado që duket një vend I vogël I fshehur diku në një periferi mbase por është në zemër të veriut dhe të ta gjeni është shumë bukur. Realisht është shumë bukur. Unë ju përgëzoj dhe uroj shumë suksese në punën tuaj, secilës për jush. Njëra me organizimin, tjetra me instalacionet e juaja, me të vërtetë gjëra të bukura, por nganjëherë kur I shohim dhe I prikim më për afër, atëherë kuptojmë se sa e veçantë është. Do të kesh të tjera workshope, do marrësh pjesë në festivale të tjera, do I çosh punimet tuaja gërshetore diku tjetër. Atëherë herët apo vonë gërshetat, un kam mbi 10 vjet që I bëj dhe kur I prej me pak flok brenda, edhe do të bëj herët apo vonë punimin e pritjes. Është lindur me punimin e pritjes së dokumentave të imigrantëve dhe mendova që do ta bëja punimin në momentin që unë do të merra në shtetësinë italiane sepse ti mbaron atë periudhë pritjesh, pritje me orë të tana, me ditë të tana, me vite të tana në përzyra, por ama në momentin që unë mora në shtetësinë kuptova që nuk mund të jetë vetëm diçka personale, sepse diçka personale nuk ka vlerë, kur është kolektive ka një vlerë më të fortë, prandaj vazhdova të bëj gërshetat për të gjithë ato persona që vazhdojnë akoma të presin një dokument. Shumë kurioze se si është realizuar me kjo mbi kokën tuaj. A është lidhur me flokët apo është thjesht si një kapele e vume? Atëherë këtu është lidhur me flokët. Poshtë më thënë është lidhur me flokët. Poshtë të flokëve është ajo që unë prej gjithmonë dhe që e kam më të shkurtër se gjithë flokët e tjera. Që kështu kur e prej, nuk prej të gjithë flokën, prej vetëm një pjesë dhe poshtë janë flokët e mia. Të gjithë gërshetat janë të lidhura sipër. Megjithatë, unë mendoj që është një simbolik shumë e bukur e jotja dhe tash më përshkruan mënyrën e pritjes. Ka shumë njerëz që presin për dokumentat finale në Itali, realisht ato cittadinanza, nuk e di se ç'a keni ju më tepër. Nuk jam krejt e informuar për këtë, por e di që pritja është me të vërtetë nuk është një moment tepër I bukur I njeriu. Gjithmonë pritja ka të ankthjen e vet, ka emocionet e veta dhe ka edhe pasojat që na sjellin pastaj përveç ankthjet psikologjike, shumë çka tjetër, përveç pasojave ekonomike. Dhe e mendoj që ke bë një mendim shumë të bukur në kokë, por mendoj që të realizosh sepse ka një projekt që përmbledh shumë njerëz. Janë shumë njerëz ata që është edhe kjo një ëndër. Edhe dokumentat vinë si një ëndër që plotësohet një ëndër për me nis një cikël tjetër jete. Jo të gjithë kemi të njëjtat mundësi dhe në momentin që flasim për diçka nuk mund të flasim vetëm për atë që na përket ne, por për atë që I përket gjithëve dhe për këtë fija është ai element që në një mënyrë na lidh të gjithëve edhe nëse nuk njihemi, sepse na lind të gjitha ato ëndrat, ato dëshirat, ato probleme që I ndajmë edhe pa njohur njëri tjetrin. Diçka që unë përdor gjithmonë në artin tim kur jam në Itali, në çdo instalacion unë ofroj çajin e malit, sepse kam dëshirë të çoj një element nga Shqipëria. Çajin e malit cilësoje nga ana e veriut apo nga ana e jugut? Cila? Në veri e kemi çajin e malit të zezë, atë përafërsh në të zezën, kurse e jugut është e verdha. Me sa e di unë. Atë që gjej në Durrës. Nuk ma kthejme përgjigje. Mirë ma bërë. E bukur kjo, por të këshilloj që ti marrësh të dyja sepse janë shije disi të ndryshme. Ndonse edhe ne përdorim çajin e malit nga jugu ose ka shije disi më të ëmbël. Veriu e ka pak më të idh. Është fiks nga anë e Alpeve. Atëherë unë marr me siguri atë më të ëmblin, sepse më pëlqejnë shumë. Por të siguroj që të dyja janë kurative dhe janë shumë të mira. Absolutisht. Dhe të gjithë personat e adhurojnë kur e provojnë, ndërsa në këtë rast solla për të ofruar diçka të zonës dhe kam pasur shurupin e trëndafilit dhe mram dhe sot. Që kështu sonte ju presim. Që ne cilësojmë atë shurupin e trëndafilit si diçka ikonike tonen. Unike tonen. Faktikisht po tashmë është diçka që I përket gjithë Shqipërisë, sepse në gjithë Shqipërinë përgatitet shurupi I trëndafilit. Unë mbaj mend, unë jam lindur, kam jetuar në Durrës gjithmonë dhe e mbaj mend që e kemi përdorur kur kam qenë fëmijë, u bonte dhe e pinim gjithmonë që kështu ishte dhe një element që të ka bë gjyshja, sepse gjyshet ne kanë bë më shumë të këto shurupet e trëndafilave. Po. Vajza unë uroj shumë suksese. Unë sonte vazhdon nata e dytë në Kukël, pranë muzeut të Dom Remjedës, dhe do të keni kënaqësinë dhe mundësinë për me ndjek një festival me të vërtet bashkohor, shumë të bukur, të veçantë, por mbi të gjitha për të njohur njerëz të bukur, njerëz që inspirojnë shpresë, ëndra, jetë, paqe, lumturi. Dhe Ines unë të uroj që të kesh sa më shumë ide të tjera, edhe të realizohen të gjitha ato që ke në bagazhin tënd edhe në kokën tënde, sepse sjell gjëra të bukura, gjëra që mbledh njerëzit. Edhe ne kemi nevojë për njerëz që mblidhen për një ëndër edhe për një festival kaq të bukur.
Ju uroj suksese të dyjave. Faleminderit që ishit tek emisioni Pena e Shkodrës. Mësoj që kemi dhuruar publikut sot edhe emocione të veçanta, por edhe një destinacion për fundjavën, duke e filluar që sonte. Mirupafshim miq, së bashku do të shihemi të shtunën tjetër pa diskutim.